në këtë edicion do të ndiqni. Gjakova nesër zgjedh kryetarin e komunës. Fillon puna e vullnetarëve për ndriqimin e fshatrave në festat e fundvitit. Doktori Bushnjaku thotë se artroza më shumë është një proces i plakjes së gjurit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 820 komisioner do të jenë të angazhuar në raundin e dytë të zgjedhjeve që mbahen nesër në komunën e Gjakovës për zgjedhjen e të parit të komunës. Nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve thonë se të drejtë vote kanë 121.821 votues në 37 qendra të votimit. Ndërkohë të gjitha materialet sensitive do të fillojnë të shpërndahen në qendra të votimit nesër nga ora 4:30 në mëngjes. Nesër në 18 komuna të Kosovës në mesin e tyre dhe në Gjakov do të votohet për zgjedhjet e kryetarit të komunës. Nga zyra komunale zgjedhjeve thonë se në komunën e Gjakovës të drejtë vote ka 121.821 votues, të cilët do të mund të votojnë në 37 qendra të votimit në 147 vend votime. Nga kjo zyrë bëjnë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet që dita nesërme të zhvillohet sipas planifikimeve konform përgjithësive që ka zyra komunale zgjedhjeve. Gjatë ditës së sotme është bërë shpërndarja materialeve jo sensitive, ndërkaq nesër nga ora 4:30 në mëngjes do të fillojë shpërndarja materialeve sensitive. Të angazhuar nesër në komunën e Gjakovës në zgjedhje janë 820 komisioner, të cilët janë trajnuar për kryerjen e punës me përgjithësi. Ndërkohë, kur vetëm edhe pak orë ndajnë nga hapja vendvotimeve, disa nga qytetarët e komunës së Gjakovës kanë shprehur opinionin e tyre në lidhje me shfrytëzimin e të drejtës së tyre për të votuar. Është obligimi gjithë secilit të del dhe të votoj dhe të votoj ato që ja mërmene që është maj miri. Pra unë këtë rast pasi që jem Gjakov, menoj që duhet të zgjedhin dhe të votojnë për kryetarin që i udhëheq për 4 vite të ardhshme, për ato që menojnë që i përfaqëson mas miri dhe i shërben qytetarit mas miri. Sepse pozita e kryetarit është veç shërbim ndaj qytetarëve dhe jo asgjë më tepër. Le të fitoj ai që më i miri. Ju kisha lut me dalë gjithë. Për mu bo ma mirë, edhe le të fitoj kush është me i miri. Në Gjakov, në garë nesër me 9 nëntor janë Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Ardian Gola nga Lëvizja Vetëvendosje, të cilët në zgjedhjet e 12 tetorit nuk arritën të marrin një përqindje të mjaftueshme për ta udhëhequr qytetin. Ndërkohë gjatë fushatës zgjedhore në raundin e dytë të zgjedhjeve, e cila ishte në kozgjatje prej 7 ditësh, të dy subjektët politike kanë mbajtur takime elektorale për të rinjoftuar opinionin për projektet e tyre. Kujtojmë se në zgjedhjet e 12 tetorit në komunën e Gjakovës kanë votuar 20.405 qytetarë ose 33.18%. Rreth 500 nxënës të shkollave të mesme të larta nga komunitetet në Kosovë mund të jenë përfitues të bursave nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Konkursi do të mbetet i hapur deri më 17 nëntor, ndërsa Emra Cermjani nga organizata Roma in Action ka apeluar te nxënësit që ta shfrytëzojnë këtë mundësi të aplikimit për të qenë njëri nga përfituesit e bursës për vitin shkollor 2025-2026. Edhe këtë vit, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka shpallur konkursin për ndarjen e 500 bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta nga komunitetet të Roma, Shkali dhe Egjiptian për vitin shkollor 2025-2026. Secili përfitues do të marrë 40 euro në muaj për një periudhë prej 10 muajsh, që përbën një shumë totale prej 400 euro për vitin shkollor. Emra Cermjani nga organizata Roma in Action tha se këto bursa janë një mbështetje e rëndësishme për nxënësit që vinë nga këto komunitete. Vlerësojmë shumë pozitive këtë mbështetje që tashmë ofrohet nga Ministria
marrë parasysh që njëna prej çështjeve ndoshta problematike që kanë ndikuar edhe në braktisjen apo në vjushmërinë të rregullt të nxënësve të këtyre komuniteteve ka qenë edhe mbulimi i shpenzimeve të shkollimit të mesëm të lartë, për arsye se prindërit ndoshta nuk kishin kushte ekonomike, për arsye se nuk kishte edhe mbështetje nga Ministria me literatura shkollore për këtë kategori, dhe vlerësojmë që me këtë anë të bursës do të stimulohet vjushmëria e rregullt të këtyre nxënësve dhe do të mbështetet ndoshta edhe prindërit në anën tjetër në mënyrë që të mos kemi përkeqësime të gjendjes ekonomike për shkak të sigurimit të teksteve shkollore dhe materialeve shkollore për nxënësit të shkollave të mesme të larta dhe ndoshta edhe nxënësit të cilët ju detyrohen të udhtojnë nga vendet e larta për të ardhur dhe për të vijuar mësimin e mesëm të lartë, do të jetë një lehtësi për ta për të mbuluar gjitha këto shpenzimet me këtë bursë që ofrohet tashmë nga Ministria. Cermiani shtoi se ndoshta një nga sfidat këtë vit do të jetë procesi i aplikimit, pasi nxënësit duhet të paraqiten fizikisht për të dorëzuar dokumentet. Njëna ndoshta prej sfidave kur jemi tek aplikimi për bursa, ndoshta nga viti i kaluar që ka qenë nëpërmjet platformës e-Kosova, tashmë këtë vit ka ndryshuar aplikimi dhe është nëpërmjet formës fizike që nxënësit duhet të i dorëzojnë aplikacionet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ndoshta kjo do të jetë edhe një sfidë me të cilën do të ballafaqohen prindërit për të udhëtuar në Prishtinë dhe për të dorëzuar aplikacionet, mirëpo besoj që edhe për këtë çështje Ministria do të krijojë lehtësira nëpërmjet bashkëpunëtorëve të saj për t'i dorëzuar dhe pranuar këto aplikacione. Konkursi është i hapur deri më 17 nëntor 2025, ndërsa aplikimet dorëzohen fizikisht në zyrën numër 9 në katin përdhes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Prishtinë. Zbukurimi i hapësirave të kishës me drita, qirine, dekorime të shumta nuk do të mungojë as në fshatin Vogov. Pema e Krishtlindjes në oborrin e kishës është planifikuar të ndriçohet me drita shumëngjyrshe, por edhe ylli i Betlehemit do ta ketë një hapësirë interesante. Përgatitjet për festat e fundvitit kanë filluar tashmë në kishën e Shën Markut në Vogov, ku të rinjët dhe banorët e këtij fshati janë bashkuar për të krijuar një hapësirë të mbushur me dritë dhe ngrohtësi. Vullnetarët me dëshirë për kushtim edhe këtë vit do ta bëjnë Vogovën destinacion për festat e fundvitit. Jena në përgatitje sipër për festat e fundvitit, sigurisht për Shnellë vitin e ri, edhe kena përgatitje sa gjona edhe jemi duke punuar me 33 të kësaj zone. Besoj që ndihmën e kanë dhënë të jashtëzakonshme edhe vendorë dhe mërgjimtarët. Mes tjerash, Maksuti shtoi se kjo punë është bërë traditë dhe qëllimi ishte gjithmonë të takohemi me rinin, me mërgjimtar e me mysafir të ndryshëm. Po është vërtet që është bërë traditë, ndezja e dritave dhe besoj se deri tani kena hecë marë. Lidhen rinia, lidhen njerëz të përmendojnë mërgjimtarët edhe mysafirët e ndryshëm, të bashkohemi, në gjitha treva shqiptare. Kjo është arsyeja që tritë e kësaj zone e kanë marrë këtë iniciativë të bëjnë bashkimin e gjitha grup moshave. Sipas organizatorëve, kjo nismë nuk ka vetëm qëllim zbukurimi, por edhe forcimin e lidhjeve mes njerëzve, ruajtjen e traditës dhe krijimin e një fryme gëzimi e solidariteti për të gjithë ata që do ta vizitojnë kishën gjatë muajit dhjetor. I gjithë komuniteti po dëshmon edhe një herë se festat kanë kuptim, edhe më të madh kur përgatiten së bashku me zemër e vullnet të mirë. Artroza e gjurit është një sëmundje degenerative me progresion të ngadalt. Ajo ndodh kur kërci që vepron si tampon midis kockave prishet, duke çuar në dhimbje në strukturat e kyçeve. Specialisti i ortopedisë Selajdin Boshnjaku thotë se kjo sëmundje është një proces i plakjes së gjurit që kërkon kujdes të shtuar. Artroza e gjurit është një sëmundje degenerative me progresion të ngadalt. Ajo ndodh kur kërci që vepron si tampon midis kockave prishet, duke quar në dhimbje në strukturat e kyçeve. Specialisti i ortopedisë Selajdin Boshnjaku thotë se artrozat ndahen në primare dhe sekondare. Ndahen artroza primare edhe artroza sekondare. Do thonë, artroza primare dedikohesh
faktori etiologjik, ai që bjen të disa persona që fillon artroza më herët, po ka dhe shumë faktorë tjerë që janë të panjohur, thjesht lajmërohen në një periudhë të caktuar kohore. Si dhe artrozat që quhen sekondare, e cilat vijnë zakonisht te personat që janë obez, trash, vijnë pas lëndimeve të ndryshme gjatë jetës, vijnë te personat të cilat kanë punë të rënda fizike, vijnë te personat të cilat e bojnë sporte luftarake dhe sporte tjera të cilat janë të vështira dhe kërkojnë një mbingarkesë të nyjes së gjyrit. Doktori gjithashtu ka folur edhe për kohën kur mund të paraqitet ky problem apo edhe fazat e avancuara të sëmundjes. Nëse shiqoni një pjesë si të kuqe edhe kjo është e grith, dhe më thonë, ka fillu me u harxhu ato bashkështresa sipërfaqësore e kartilagos. Kjo është shkalla e parë e artrozës, shiqoni, edhe këtu, edhe në grop mrena, kjo ngjyra kuqe tregon fillimin e artrozës, edhe këtu, kjo është faza e parë. Mandej, në fazat më të avancume, nëse e dalloni prej fazës parë, shiqo çka ndodh. Shiqo pjesa e kaltët është pjesa e kërcës që është normale, po shiqo kënej çka ka ndodhur. Do thonë, komplet pjesa e kërcës ka fillu me u harxhu. Njëjta gjë ndodh në dy pjesë. Edhe këtu në altë, nëse shihni pjesën e acetabullumit, edhe këtu në altë është harxhimi, dhe mandej shkalla akoma më rënd, shkalla e katërt, kur shiqoni, komplet është zhvesh koka prej pjesës kërcore. Krahasoni me knej, pjesën e kaltët, me këtë pjesë, ose mund me krahasoni një pjesë, një kuk i cili është një nyje që është normale, me ngjyrë të kaltët, dhe një nyje ku thjerë komplet është harxhu pjesa, është konsumu pjesa kartilagos edhe ka mbri në kockë. Edhe për fat keqin kur mbrin këto nivele, atëherë e vetmja mundësi është ndërhyrja kirurgjike. Ndërkohë doktori bëri të ditur edhe disa nga kategoritë e pacientëve që mund të vuajnë nga artroza. Një prej faktorëve të artrozat idiopatike ose primare është gjenetika, e dyta natyra e punës, domethënë shumë më herët na vjen një punëtor fizik i cili punon ngrit pesha trona, hyp e zbrit shkallëve shumë, punon ulën dy gjujt, ka peshë tronë, domethënë që është edhe obez, shumë më herët dinë më lajmëru ka mosha 50, 45, 50, 55 vjeçar, veç fillojnë problemet artrozës. Okay? Edhe dinë me në ardhë persona cilët kanë qenë sportista eminent, që për shkak lëndimet vogla edhe mbi ngarkesës madhe që është bërë gjatë ushtrimeve, bijnë deri te artroza e parakohshme. E të këta pacient edhe fizioterapia është një proces i rëndësishëm, ka shtuar specialisti ortopedist Boshnjaku. Fizioterapia është shumë e dobishme, për shkak se e përmison lëvizshmërinë, duhet përmisuar lëvizshmërinë, e zvoglon dhimbjen edhe e përmison qarkullimin e gjakut deri në pjesët e skajshme të kartilagos, e cila e mban akoma në jetë, si me thonë, kartilagon e cila veç është e damtume. Po, nëse pacienti është obez, ose pacienti nuk ka fort dëshirë me dalë me hec, aja vetëm shka i bën keq, për shkak se mos hecja, mos lëvizshmëria, ma pak qarkullon gjakën pjesës e skajshme të kartilagos, edhe damtimi është më i madh. E në disa studime nga fusha e shëndetësisë bëhet të ditur se më shumë se gjysma grave dhe 1/3 burrave të moshës 60 vjeçë më lartë në botë janë të prekur nga kjo sëmundje dhe këto shifra janë në rritje nga viti në vit. Klubi i badmintonit në Gjakov nga viti në vit po synon të rrisë numrin e sportistëve dhe përfaqësimit sa më të mirë të kësaj disipline sportive. Shpresa Berisha, trajnere, tha se pavarësisht vështirësive, sportistët kanë përfaqësuar Kosovën gjatë këtij viti në disa vende ndërkombëtare me shumë sukses. Badmintoni, një sport ndërkombëtar që po zhvillohet gjithnjë më shumë edhe në Kosovë. Në Gjakov është bërë pjesë e jetës sportive që nga viti 2021. Klubi i badmintonit Vllaznimi vazhdon të presë fëmijë të rinj që kanë dëshirë dhe talent për këtë sport. Trajnerja e këtij klubi, Shpresa Haxhiu Berisha, theksoi se megjithëse badmintoni është ende i ri në vendin tonë, ata po punojnë me shumë përkushtim për ta promovuar dhe zhvilluar me sukses. Në komunën tonë, klubi i badmintonit Vllaznimi është në zhvillim e sipër, do të të koncek edhe herave tjera që ky sport është i ri, jo veç në komunën tonë, po edhe në Kosovë,
po shpresojmë që të ardhmen, nëse punojmë, do t'ja arrim qëllimet tona dhe rezultate normal. Nuk do të na mungojnë. Gjatë vitit kemi pasur shumë rezultate të mira. Në nivel të Republikës së Kosovës kemi përfaqësuar Kosovën, Turqinë, Bullgarinë në gara olimpike në Shkup, shtoi Berisha Haxheu. Së fundmi, për gjatë gjithë vitit, domethënë kemi pas rezultate dhe kemi treguar rezultate si klub i badmintonit në nivel republikan, nivel të Republikës Kosovës. Domethënë kemi përfaqësuar Kosovën, Turqinë, Bullgari në garat olimpike e Jofi 2025 në Shkup, ku pjesëmarrës ka qenë lojtarja jonë Tringa Ibraj, po ashtu kemi qenë edhe pjesëmarrës në Portugali, do të thot para 3 ditëve se jemi kthy prej Portugalisë. Ena Caka, si një re në këtë sport, tregoi se sa me dëshirë ka zgjedhur të bëhet lojtare e klubit badmintonit Vllaznimi. Si fillim, nuk jem kon fort e njohshme me këtë sport, por shoqënia më ka kallëzuar këtë sport. Më ka dhënë shumë sport interesant. Kom him fillim edhe pse jam këtu që 2 muaj më të mira që jem kon, se jam shumë aktive me sport. Sporti më i mirë sipas mendimit tim. Mëna çdo 2 muajve kam shkuar 2 herë në gara, edhe pse nuk e kam fituar vendin e parë, e kam fituar tretin. Gjithashtu jam kon shumë e kënaqur se fillimi dhe shpresoj që kam arritje më të mëdha. Ndërkohë Tringa Ibraj dhe Kamelia Gola, gjithashtu lojtare të klubit, ndan përvojat e tyre dhe folën për arritjet që kanë pasur gjatë këtyre viteve në badminton. Sporti badmintonit është një sport shumë atraktiv i cili ta zhvillon dy disiplinën, kondicionin. Është një sport shumë i mirë i cili më ka ndihmuar në shumë aspekte të jetës. Prej tij unë kam arritur të përfaqësoj Kosovën në EJOF, gara olimpike, në Portugali, në Bullgari, Turqi e plot shtete tjera ku kam treguar rezultat duke bazuar në punën time edhe në punën që ka bërë trajnerja bashkë me mua. Unë e kam zgjedhur këtë sport badmintonin që quhet sepse nuk përdoret dhunë si sportet tjera, basketbolli, futbolli dhe sepse duhesh të luash me mençuri dhe me taktika të ndryshme. Unë tek të gjitha garat brenda Kosovës e falenderoj shumë trajnerën time Shpresa që për shkak të saj dhe për mundin tim që kam ushtruar dhe që mi ka mësuar teknika të ndryshme, unë kam arritur të fitoj të gjitha vendet e para të Kosovës. Klubi Vllaznimi me trajnerën Shpresa Haxhiu Berisha dhe të rinj të talentuar që përfaqësojnë, po bën Gjakovën një qendër të rëndësishme të badmintonit në Kosovë, duke frymëzuar gjithnjë më shumë të rinj të ndjekin këtë rrugë sportive. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para së të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Gjakova nesër zgjedh kryetarin e komunës. Fillon puna e vullnetarëve për ndriçimin e fshatrave në festat e fundvitit. Doktori Bushnjaku thot se artroza më shumë është një proces i plakjes së gjurit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.